Lavdi dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Sot do të përmendim një ngjarje të kohës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prej së cilës do të marrëm mësim. Thot, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e falën akshamin dhe pas akshamit ata që ishin të largët, që mos kthehen edhe një herë përsëri për Yatsin, kanë qëndru në xhami aty. Para xhamis, edhe kanë fillu të bisedojnë. Ju të gjithë e dini se ne kur qëndrojmë para xhamis, apo në oborën e xhamis, edhe ma shumë për fat të keq merrena me gojdhana, me fjalë të kota, apo ndoshta edhe me gibet, me gjunahet mëdha. Nëse ta shohëm rasti këtu që kanë bo ata. Thot ishin të largët, vishin nga larg, e që mos kthehen edhe një herë, thanë dhe qëndrojmë këtu, edhe ja fillun bisedës. Njëri prej tyre tha, prej çuditërave të mëdhaja, sipas meje është që Allahu xhaleshanuhu Hazreti Ademin e bëni Safiyullah, e bëni të zgjedhurin e Allahut fuqiplot. Do të thënë, e ka nderu Allahu xhaleshanuhu me këtë llogari. Ai tjetri tha, prej çuditërave të mëdhaja sipas meje është se Allahu xhaleshanuhu Ibrahimin alayhi salam e bani Khalilullah, do të thënë miku I Allahut fuqiplot. Edhe normal, këto nuk ka ndodhur rastësisht, e kanë merituar një nder të tillë nga Allahu xhaleshanuhu. Fjala bie për Ibrahimin a.s. kur është fjala Ibrahimi a.s. Inna Ibrahima kana ummatan wahida. Ash I fort në besim, Ibrahimi a.s. ka qenë sikur me qenë një ummet. Do më thonë, ka mund të dale ball një popullit përpara. Aqë do më thonë, zemrën e tij ka qenë besimi shumë I fort. Edhe nuk është fregu. Ju e dini, personi I cili është trim, edhe ka të mbushur zemrën me iman të plot, nuk e shiqon se kush o para. Para I del tenkës, apo kush do që tjetë, edhe nuk bën madh as pak. Pra, Allahu xhaleshanuhu Ibrahimin a.s. e bëni Khalilullah mik I Allahut, nga sa ai këtë nder e ka meritu. Tash nuk është kohën e kina të kufizume, prandaj për me tregu se çfarë gjëra I ka ndodhur Ibrahimit a.s. dhe ai u ka bë të gjithave baba. Ai tjetri tha, për mua, prej hapirave më të mëdhaja është që Allahu xhaleshanuhu Musa a.s. e bëni Kelimullah. E bëri për atyre që Allahu xhaleshanuhu të fol me të, apo ai të fol me Allahun. Ka fol me Allahun xhaleshanuhu, Musa a.s. Edhe tjetri filloi tha diçka tjetër, e tjetri diçka tjetër,
e kur i erdh radha dikujt, adha i tha, si pas meje, prej çuditërave më të mëdha është se si Allahu Xhaleshanuhu e bëri që Hazreti Isa të lind vetëm nana të lind, pa babë. Kështu ata vazhdoi biseda dhe pak as më gjatë, ndërsa ata ishin të ulur afër xhamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ju e dini shtëpit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë më njëherë i ka da vetëm një perde, ndoshta pilokuro ka perde. Edhe prandaj pastaj i ka pas dhomat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kur erdhi koha e jacis, dale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jaci, edhe i pa ata. Po bisedojnë ende pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u vërtetu atyre gjërat që i tha, unë të gjithë bisedën që e kini ba ju, unë e kam dëgju brenda. Se është dëgju, vetëm perde e kam da. Të gjitha ato që i tha që janë të sakta, edhe ma përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thatë këtë, e thatë atë, që mos i përsëritin, të gjitha thot janë të sakta, por veni re tani thot, Ela wa inni habibullah, dëgjoni veni re, unë jam i dashur i Allahu Xhaleshanuhu. Habibullah. Wala fakhr, dhe nuk e them këtë që të mburen, por të mbur. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dhe unë jam i pari për njerëzve që do të ringjallen përsëri. Ne të gjithë e dim, prej kushteve të besimit është e ringjallja. Ringjallja. Besoni se ka njerëz të cilët nuk e din ringjalljen, se o prej kushteve të imanit. Mu ka ndodh në ushtri kur isha, njëri ishte i Kërçovës, për një fshatit Kërçovës, edhe e mësojsha unë ka pak, edhe mrinëm që ti mësoj e dova, s'din të kur gjo hiq, as dova, as kur gjo. Ja mësova dhe sharte, 33 sharte, ku mrinëm të ringjallja, o l'ba'thu ba'd al-maut, aju habit. Ama habi është se kur shkojnë pushime dhe u këthej, thot, lokja ime më tha, se thot kur shkova, unë i dhe porosita, kur shkoj shpejt, përsëriti këto, edhe familjes të regova. Edhe, thot, unë ja të regova lokës time, plak, të më thëmë parlamentonë. Thot, kur mbrinat e dhe besimin e ringjallën, thot, si, zarne do të ngjalla prapa, thot me fakt. Do më thonë, ka prej besimtarve, prej atyre që pretendojnë se janë muslimon, ama në fakt nuk i din kushtet e imanit. A për me i besu 6 kushtet e besimit do pa tjetër. Pra mos habitëna, ne nëse nuk folim, bëva ki që fëmija jo që e ke rrit, e ke martu, edhe mund mos i di edhe shartet e guslit. Mos e di e qka është e gusëll. Edhe muhabitëna, se ne nuk folim, e mbyllim gojen, kur shkëm kafe folim me tjerët, ndërsa me fëmijë tonë nuk folim. Si cali e merë telefonin me një qosh, edhe në rjetet sociale. Si me konë t'i dhënon. Si mos mu njofë njërë me tjetërin.
E normal dhe më thënë, duhet këtë mënirë të veprëm ne. E shikni, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jenë marrë me punë të mira. I kanë përmend, i kanë përsërit gjëra. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, të sakta të gjitha ato janë, por unë jam ela inni habibullah wa la fakhr, jam i dashur i Allah. Unë jam të pari që do t'i hapet toka, edhe do të dalë, do të rinjallem, unë thot që maj. Edhe këta, po e them pa mburje, jo me qëllim që të mburem. Dëgjoni tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj, unë jam i pari që do të dalë në mahshar. Dhe më thonë, në vendin ku do të bëhana për me dhonë llogari për Allahu xhaleshanu, për të gjitha vepra që i kina bënë, pa asnjë falëshimi. E tash si cili prej neve duhet mendohet se si do të përgjigjet, edhe sa gabime kina ne. Prandaj, këto do të thonë vjen pyetja që ne të bëjmë teube. Ti bëjmë teube, pendim bëjmë sa më shpesh, se kina shumë nevojë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, veni re, unë jam i pari që do të dalë mahsher atë që e përmendëm, pastaj tha, unë jam i pari që do të qëndroj para dyerve të xhennetit. Pra derët e xhennetit do të jenë të mbyllura, derët të mbyllta. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veni re, unë jam i pari që do të trokas në dyert e xhennetit, dhe ato do të më hapen mu, dhe këtë nuk e thëmë për mburje, dhe ummeti im do të jetë pas meje, pra nuk e them për mburje një gjë të tillë. Inshallah, Allahu xhaleshanu na bën për atyre që ne do t'ina mbas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne bëjë kismet Allahu xhaleshanu të ina, edhe të jemi të lumtur në botën e ardhshme, po ashtu kuptohet domethënë edhe në këtë botë, ela inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-mantan.